Përshëndetje miq gëzuar dhe një vit i mbarë për të gjithë. Këtu kam sjellë recetën e përsheshit. Këtë vit nuk bleva gjildeti, blej mishqingje dhe thash po blej të kaposhin. Kaponi nostrano qëtë këtu dhe disa trashkofsha. I hodhëm vaj ulliri, piper e krip dhe një gotë ujë. E zjej me flak të ullët për 1 orë, ky është rezultati. E vendosim një tepsi të veshur me letër fure, i hedhim pak nga ndyra vet dhe e fusim në furrë me 200 gradë për 30 minuta. Ky është rezultati, i hedhim pak yndyr nga yndyra vet dhe e lëmë njanë në këtë mënyrë rri i butë. 1 kilogram qep, i presim, unë i griva me mikse për shpejtësi. Shikoni tani një thel pudhër, i hedhim një ndigani skuqi me vaj ulliri pa i djegur dhe i hedhim tek tenxheria ku zjem kaposhin. 1 litër ujë të valuar. Nuk i hedhim krip, e provojmë në fund edhe i zjem për 30 minuta. Kisha pak nane, e sita mire, shkoqa dhe e sita, e kisha mbjell vetë, e kisha tharë vetë dhe i jep aromë fantastike kulaçit. Ky është kulaçi, recetën e gjeni e gjeni në videon e radhës. E coptojmë kulaçin sipas dëshirës, me copsa të vogla. Këtë recetë unë e përgatis vit për vit me gjildeti, po këtë radhë siç e thash nuk bleva gjildeti, por edhe me kaposh kështu del shumë i shishëm. Shtojmë dhe nanen, qepët e zjera që i zjem 30 minuta me yndyrën dhe me ujin, që shtuam. Provojeni para se të hedhni përsheshit për krip, unë nuk e hodha krip se kishte krip lëngu i kaposhit. Ky është rezultati, e vendosim sipër përsheshit kaposhi, kur thot Eli, qa të hash me sy. Ju përshëndes, ciao ciao.